janë mbushur, siç e thatë juve, 15 vjet nga 21 janari i 2011-s dhe është e njëjta retorikë e përsëritur e politikës së të majtës. Të paktën që nga 2013 dhe sot neve kemi homazhe, po këto homazhet janë më tepër se sa homazhe, janë përdosje dhe le të themi një rivrasje akoma e 4 viktimave të 20 janarit dhe atyre rreth 140 të plagosurve. Pra, politika ka 14 vjet tani që luan në të njëjtën formë me ta, ashtu siç për 2 vite luajti dhe politika e Berishës. Pra, i kemi viktimat e 21 janarit, kemi ata njerëz cilët u vranë, u pushkatuan në mes të ditës, në mes të bulevardit, në mes të Tiranës dhe të regjistruar nga kamerat live të 25 televizioneve shqiptare që e kanë transmetuar të ngjarjet dhe pa llogaritur ato dhjetra e qindra aparate të gazetarëve, të gazetave dhe të mediave të tjera ndërkombëtare të cilët i kanë të regjistruar ato pamje. Jemi në fazën ku ka vetëm hipokrizi dhe politika shqiptare në këto kaq vite nuk ka prodhuar tjetër veç hipokrizi, ndërkohë ka vazhduar që t'i bjerë fylli të drejtësisë. Pra, drejtësia hallakate, pra kemi një lloj dashakësie nga organet e drejtësisë, të cilët po tallen me këto viktimat e 21 janarit në kaq vite në mënyrë dashakeqe, vazhdojnë domethënë të bëjnë atë ping-pong institucional ku gjykata e Strasburgut është shprehur qartë dhe saktë dhe thotë që kemi një krim shtetëror, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese, pra 2 shkallët më superiore të drejtësisë shqiptare, janë shprehur gjithashtu në koherencë me vendimin e Strasburgut, pra kemi krim shtetëror, ndërkohë gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme me dashakeqësinë e tyre vazhdoi të tallen me këtë lloj historie. Ndërkohë, nëse do flisnim cili është autori i gjithë kësaj maskarate, ka vetëm një emër, është Sali Berisha si urdhëruesi i ngjarjeve të 21 janarit dhe kemi ata gardisët të cilët janë përdorur nga ai për të bërë rolin e ekzekutorit. Po, gjithashtu, domethënë asnjëherë nuk është përfshirë në hetimet e 21 janarit, le të themi shefi i sigurisë Berishës, Arjan Adami, të cilin unë e kam identifikuar si njëri që qëllonte nga taraca e kryeministrisë, në të njëjtin moment kur Agim Lupo qëllonte drejt turmës së njerëzve ku isha unë, pra drejt grupit të njerëzve ku ndodhesha dhe unë. Pra, kemi 2 autorë të cilët janë identifikuar dhe janë të fiksuar nga pamje. Tani nuk e marr vesh, neve kemi domethënë viti 15 tani dhe ne themi u zbardh apo nuk u zbardh, u rikuperua apo nuk rikuperua serveri i kryeministrisë. Nuk e kuptoj çfarë u dasha ky serveri i kryeministrisë i rikuperuar, kur fare mirë kemi mjaftojnë pamjet bruto të televizioneve. Si mund të qellohej në të njëjtin moment nga të gjitha drejtimet në një distancë prej 2-3 sekondash? Pra, është qelluar me urdhër, sepse të gjithë gardisët, të gjithë ata të cilë ushtarak, pra kemi 2 autorë të cilët janë identifikuar dhe janë të fiksuar nga pamjet, kanë qelluar në të njëjtin moment, të gjithë kanë qelluar një herësh në të njëjtin moment. Pra nuk arrita konceptoj dot pse duhet të themi që po qellohet apo s'po qellohet pa urdhër. Është qelluar me urdhër, është logjika e punë. Dhe tani Berisha nuk e ka mohuar asnjëherë që të ketë dhënë urdhër, por ta ka thënë kemi vrarë dhe do vrasim. Ja ka thënë që një ditë më mbrapa, e ka thënë që një orë më mbrapa, e ka thënë që pak minuta pasi ndodhi krimet. E ka thënë të njëjtin gjë, atë nuk arrit ta konceptoj dot pse u dashka domethënë që të rikuperohet serveri apo nuk rikuperohet serveri. Shprehimisht është në procesin, në njërin nga proceset e 21 janarit që ja bërë në gjykatën e Tiranës. Atë procesin që është bërë ndaj IT-s kryeministrisë, shefit IT-s. Dhe atëherë është publikuar nga media, dëshmia e tij është publikuar e gjitha nga media. Dhe ai vetë ka pranuar, ka thënë që një nga hard diskjet
pra një nga bloqet e harddiskut, të cilin e kam kopjuar, e kam hedhur në një CD. CD-n e kam dorëzuar një zonjë në Gardën e Republikës të quajtur më mbiemër Spahiu, mos gaboj shpresa Spahiu. Pra kjo është thënë të thënë në përgjithësi verbalet e gjykatës. Ja kam dorëzuar kësaj zonje, thot, kurse pjesën tjetër e kam fshirë thot në formë të tillë të parikuperueshme. Ndërkohë, organet e drejtësisë amerikane të cilat e kanë ndihmuar drejtësinë shqiptare të drejtimit e kanë rikuperuar këtë, e kanë kthyer. Që nga kjo ka dalë dhe ajo biseda e gjasme e përgjuar e Ndrea Prendit me vartësit e vet, që jep atë urdhrin për të qelluar. Pra, të gjitha këto janë provat, unë nuk e kuptoj të lloj dashakeqësie në vazhdim të prokurorisë speciale dhe më tepër atij prokurorit të çështjes, që vazhdon me të njëjtën melodi. Pra, kemi kaq vite, hallakatet çfarë presin ka njerëz presin akoma që të kalojnë 5 vite, pra dhe çështja të parashkruhet, sepse s'ka zgjidhje tjetër kjo punë.